Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Telefonuesi që sapo ju lexua komenti, Viktor Burgolla. Zotri Viktor, ma thuaj atë mendim edhe një herë. Thash mendim, ma merr mendja për ditë po mendoj të jemi sinqert. Po? Nëse vjen puna mu thirr bijat vetëm për iftare, vetëm për bajrame, vetëm për darsëm e kana gjeqe këtë gjona, atëhena për bes mas vetë. Se aty e ki obligim e thret edhe ata ma të largë, se le mo bijat e shpis të janë. Po, pra. Kjo është gati në pyetje kjo farë punë. Normal do të mu thirr për iftar, që do të thirr për iftar. Sigurisht që po. Ajo është A e O se thojnë të në Gjermani. Une po ju tregoj i përkas fesë katolike, më duket ju kam thonë një herë. Po? Edhe bija s'më mi thirr për iftar, të kam motra e vajza tagje se zën, ama, pju tregoj, edhe ja baj një përshëndetje ekstra familjes Bahtiri, Abdullah Bahtirit, nëpërmes kanalit juaj. Ata i thrasëm çdo kohë Ramazanit, domethënë për iftar, e bajmë iftar bashk. Sa mirë, bravo. Janë ftuar me bija, me nuse, me reja, me familja tina, edhe vinte na për Pashk, për Krishtlindje, ne shkojmë për Bajram, për iftar, i thrasëm për iftar, domethënë jem thuja si familjarisht. Bravo, shumë e mirë kjo, shumë mesazh edhe i mirë. E sa për bija, ai se si thret bija, i met iftarin fyt e mas hong tas vet. S'ka se shtëpia pa bija definitivt. Se po shprehën mujt Ramazanit të Kashmir me nem se thojmë ne, e me këtë gjë, ama ajo është honor. Ai si se thret bi niftar nëpërmes kanalit juaj, po i tham i jet në fyt edhe baklava edhe çka han masanina. Zotri Viktor, shumë faleminderit. Gjithashtu jeni të mrekullueshme, ju përshëndes. Shumë faleminderit gjithashtu. Mirë. Mendimet ndryshme të mira.